Kupola e ndërtimit dhe planifikimit urban në Shqipëri ka krijuar një skem përfitimi ku persona me lidhje të drejtpërdrejta me institucionet marrin kontrata publike dhe leje ndërtimi pa kontroll. Vëllezërit Alban, Olsi dhe Andi F. Thimi kanë krijuar një perandori ndërtimi, e cila financohet me fonde publike dhe në të njëjtën kohë ndërton projekte private në zonat që vetë ata i planifikojnë si urbanistë të shtetit. Atelier 4, studio që kontrollohet nga familja e Thimi, ka marrë 6 milion euro nga buxheti i shtetit përmes 163 pagesave të thesarit të shtetit për punë me projekte urbane, rikonstruksione, restaurime objektesh dhe plane zhvillimi për qytetet kryesore. Ndërkohë, Sid Consulting, një tjetër kompani e lidhur me ta, ka përfituar 2 milion euro nga thesari në 72 transaksione të tjera. Totali arrin 8 milion euro nga buxheti i shtetit drejt kompanive të familjes F. Thimi. Texas Development, kompania ndërtuese e të njëjtit grup familjar, është regjistruar me 100.000 lekë kapital, por ka përfituar leje për ndërtime shumëkatëshe me vlera të larta në zonat më të shtrenjta të Tiranës, ku çdo metër ndërtim shitet me 10 mijëra euro. Dokumentet fiskale të dorëzuara në QKB tregojnë humbje financiare çdo vit, duke mos justifikuar asnjë prej investimeve të mëdha që po kryhen në terren. Sipas dokumenteve të vendimarrjes shtetërore, Atelier 4 ka hartuar plane urbanistike dhe projekte publike në kryeqytet dhe qytete të tjera. Pas aprovimit të këtyre planeve, Këshilli Kombëtar i Territorit, institucioni varur drejt për drejt nga Edi Rama, i ka dhënë Texas Development lejet e ndërtimit në të njëjtat zona ku janë kryer studimet nga Atelier 4. Burimet zyrtare konfirmojnë se vëllezërit e Thimi, si hartues të planeve, kanë përcaktuar ku do të rriten çmimet e tokës dhe të ndërtesave. Si ndërtues të kullave, ata kanë përfituar rritjen e vlerës së tregut të pronave të tyre, të cilat janë shtuar ndjeshëm pas miratimit të planeve që ata vetë i kanë hartuar. Emrat e Alban dhe Olsi e Thimit janë shfaqur në përgjime telefonike të sekuestruara në hetime penale që lidhen me ndërhyrje në proceset e lejeve të ndërtimit dhe favorizime në tender publik. SPA ka në shqyrtim dosjet që përfshin projektet e kompanive të tyre dhe lidhjet me persona me pushtet që kanë firmosur pagesat dhe lejet. Grupi familjar ka konsoliduar pasuritë përmes Zyri Investment Group, një kompani mbajtëse me 100 lekë kapital, e cila figuron si pronare e aksioneve kryesore në Atelier 4 dhe Texas Development. Megjithse nuk deklaron aktivitet financiar që justifikon mbulimin e investimeve shumë milionshë. Asnjë verifikim nuk është kryer nga tatimet për burimin e investimeve të Texas Development. Asnjë institucion nuk ka hartuar konfliktin e dukshëm të interesit midis planeve publike që hartojnë vetë dhe ndërtimeve private që përfitojnë nga këto plane. Familja e Thimi vazhdon të ndërtojë kulla të reja dhe të marrë hapësira të tjera ndërtimi në qytete të ndryshme. Ata shfaqen në vendimet më të rëndësishme të territorit, të cilat u kanë dhënë përfitime të drejtpërdrejta financiare, ndërsa bilancet e tyre zyrtare gjithmonë rezultojnë me humbje. Shteti ka dhënë parat, shteti ka firmosur lejet, shteti u ka sjell vëllezërve e Thimi përfitimet që nuk justifikohen as me kapital, as me aktivitet financiar, as me ligj. Dosja e plot po përgatitet dhe do të publikohet me emra, data dhe prova për të zbardhur burimin e pasurisë dhe lidhjen me pushtetin. Nëse Departamenti Amerikan i Shtetit synon vërtet të luftojë korrupsionin që ka kapur institucionet dhe ekonominë shqiptare, dosja e ndërtuesve të preferuar të pushtetit duhet të hapet e para. Kullat që marrin leje pa konkurrencë dhe kompanitë që deklarojnë humbje ndërsa ndërtojnë projekte shumë milionshë janë gjithnjë në qendër të këtij modeli. Rasti i vëllezërve e Thimi me kontrata publike të siguruara përmes lidhjeve politike dhe me financime të paqarta përbën pikërisht shembullin që ligji amerikan i administratës Trump kërkon të godasë. Gjyqtari i Tiranës, Altin Abdiu, ka rrëzuar kërkesën e prokurorisë për sekuestrimin e 20 pasurive të përfshira në hetimin për pastrim parash kundrejt Kristian Boçit dhe Elman Abules. Vendimi ka liruar vila, apartamente, biznese dhe shoqëri tregtare që policia i vlerëson me rreth 50 milion euro. Elman Abule rezulton i dënuar në Belgjik. Interpol njoftoi autoritetet shqiptare më 12 shtator 2023 se Abule është dënuar më 17 janar 2007 në Antwerp me 30 muaj burg për vjedhje me thyerje, përdorim çelësash të kopjuar dhe pjesëmarrje në grup të strukturuar. Në dosjet përfshihet edhe Kristian Boçi. Boçi ka qenë i arrestuar në Itali në vitin 2011 në kuadër të një operacioni të forcave të rendit italiane për trafik ndërkombëtar të narkotikëve. Autoritetet italiane lidhin Boçin me një rrjet personash që trafikonte sasira të konsiderueshme lëndësh narkotike drejt vendeve të Europës perëndimore. Hetimet italiane ndaj tij kanë përfshirë bashkëpunimin me persona të shpallur me rrezikshmëri të lartë kriminale dhe janë shoqëruar me sekuestrime të drogës në pikalime kufitare. Boçi ka qenë ortak me Abulen në Rametal dhe Ferrochrome Holding. Të dhënat e hetimit tregojnë se këto shoqëri janë përdorur për të justifikuar qarkullimin e kapitalit lidhur me aktivitetet e palishme. Në dosje përmendet edhe Vladimir Avrami dhe 4 persona të tjerë si bashkëpunëtor në aktivitetet e dyshuara kriminale. Hetimi i prokurorisë ka përfshirë analiza bankare, verifikime mbi pronësinë e pasurive dhe lidhjet e tyre me lëvizjet parave që policia i ka etiketuar si të palishme. Në qershor 2024, gjykata e Tiranës vendosi sekuestrim të pasurive. Trupa gjykuese atëherë
argumentoi se Abule dhe Boçi kishin ngritur një rrjet shoqërish për të fshehur fitimet e aktivitetit kriminal dhe për të qarkulluar produktet e krimit në ekonomi. Në korrik 2024, apeli e prishi vendimin. Arsyetimi u mbështet në deklarimin e prokurores Arta Marku në sallë, e cila konstatoi se vendimi i shkallës së parë nuk ishte arsyetim të mjaftueshëm dhe kishte ngatruar ligjin antimafia me kodin e procedurës penale. Pas rekursit të dyja palëve, gjykata e lartë la në fuqi rikthimin për rigjykim. Në short, çështja shkoi te gjyqtari Altin Abdiu. Ai është rikthyer në detyrë në qershor 2025 me vendim të komisionit të posaçëm të apelimit. Tani Abdiu ka liruar pronat dhe ka mbyllur përkohësisht përplasjen për sekuestrim. Prokuroria e Tiranës do të apelojë përsëri. Ekspertiza financiare vazhdon për të përcaktuar nëse pasuritë e krijuara nga personat e proceduar kanë burim ekonomik të tregtueshëm me të ardhurat e tyre të ligjshme. Si Mektrin Motors e Emiriana Sakos fitoi 1.5 miliard lek nga operatori i blerjeve të përqendruara, me firmën e Arlinda Pogaj dhe bekimin e ministrit Blendi Gonxhe. Qefliu Gonxhe e ka marrë me vete si drejtore tenderash në çdo drejtori, ministri dhe në udhëtime brenda e jashtë Shqipërisë. Kompania private Mektrin Motors SHPK, në pronësi të familjes së kryebashkiakes së Durrësit, Emiriana Sako, vazhdon të marrë miliona euro nga qeveria nëpërmjet tendereve të paracaktuar nga institucionet dhe entet shtetërore. 2 ditë para vitit të ri, në buletinin e prokurimeve të datës 29 dhjetor 2025, operatori i blerjeve të përqendruara ka publikuar zhvillimin e një tenderi me objekt: blerje autoambulancash me sisteme, pajisje dhe aparatura për shërbimin e qendrës kombëtare të urgjencës mjekësore, me vlerë kontrate 1 miliard e 542 milion lek me TVSH. Balerina e Blendi Gonxhes, tender 1.5 miliard lek. Këtë tender, kompanisë Bejlereshës së Durrësit, Emiriana Sako, ia dha drejtoresha e operatorit të blerjeve të përqendruara, Arlinda Pogaj, e njohur në qeveri dhe në PS si mikeshe preferuar e ministrit Blendi Gonxhe. Si drejtoreshe e Autoritetit të Tendereve të Shqipërisë, Arlinda Pogaj është në varësi të ministres së ekonomisë, Delina Ibrahimaj, por ajo mori pjesë në mbrëmjen gala të fundvitit me Balerina Seksi, që Blendi Gonxhe organizoi me stafin e Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sporteve, ku shfaqi edhe aftësitë e saj në kërcim. Në këtë mbrëmje, Balerina Arlinda Pogaj ishte e ftuar personale e ministrit Blendi Gonxhe, i cili e ka marrë me vete si drejtoresh tenderash në Bashkinë e Tiranës, në Drejtorinë e Parqeve, në Drejtorinë e Transportit Rrugor, në Ministrinë e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, si dhe në çdo piknik, resort apo udhëtim brenda dhe jashtë Shqipërisë. Vion të vishet me mister avioni dhurati i Turqisë për Shqipërinë. Pamfleti ishte i pari që njoftoi se presidenca turke i ka dhuruar ushtrisë shqiptare një avion, lajm që u konfirmua pak ditë më parë nga vetë media turke. Mediat raportonin se kompania Turkish Airlines do t'i dhurojë Shqipërisë një avion të tipit Airbus A319 me vlerë tregu rreth 11.9 milion dollar. Mediat opozitare vendase reaguan ashpër, duke cilësuar si një pazar mes Ramës dhe Erdoganit, pasi sipas tyre, këto para mund të shkonin për popullin turk. Mirëpo ka pasur një reagim nga Turkish Airlines, e cila distancohet nga pazari. Sipas gazetës së njohur turke Hürriyet, Turkish Airlines mohon që të ketë avion dhurat për Shqipërinë. Lajmi i publikuar në shtyp dhe media të ndryshme që pretendojnë se kompania jon ka vendosur t'i dhurojë Republikës së Shqipërisë një avion nga flota e saj, nuk pasqyron të vërtetën. Avioni në fjalë nuk ka qenë kurrë pronë e kompanisë son dhe është përdorur vetëm për nevoja operacionale. Kompania jon demonstron përputhshmëri maksimale me parimet e qeverisjes korporative brenda fushveprimit të ligjit të tregut të kapitalit dhe legjislacionit në fuqi dhe ndan transaksionet e saj të aseteve të prekshme në mënyrë transparente me investitorët tanë, thuhet në një reagim të kompanisë turke të raportuar nga Hürriyet. Por si është e vërteta? Çfarë fshihet pas avionit? Sipas asaj që ka raportuar edhe më herët pamfleti, në 7 nëntor 2025, kryeministri Edi Rama firmosi vendimin për pranimin e një avioni dhurat nga presidenca e Turqisë me vlerë 11.9 milion dollar. Në dokument thuhet se avioni do t'i kalojë forcave të armatosura të Shqipërisë, por do të përdoret vetëm për transporte civile. Kjo nënkupton se nuk do të shërbej as për mbrojtje, as për operacione ushtarake. Avioni i dhuruar është pikërisht charteri i njohur si Ismaili, i njëjti që Edi Rama përdor prej 7 vitesh për udhëtime zyrtare dhe private, ndërsa karburanti, mirëmbajtja dhe taksat i paguen nga fondet publike. Marrëveshja e nënshkruar më 22 tetor nga ministri i mbrojtjes Piro Vengu dhe sekretari i përgjithshëm i presidencës turke Haki Susmaz e përcaktojnë qartë se avioni nuk do të ketë funksion ushtarak. Kjo e bën të qartë natyrën e marrëdhënies, një shkëmbim i personalizuar politik mes Ramës dhe Erdoganit, i maskuar si donacion shtetëror.
Ndërsa Vlora ka 4 ditë pa piku ujë në rubinet, Edi Rama vijon të bëjë show me hallet e qytetarëve. Vetëm pasi vlonjatët mbushën rrugët, qeveria dhe bashkia reaguan duke u munduar të rrëshqasin përgjegjësinë drejt të tjerëve. Kryetare e bashkisë dhe më pas vetë Edi Rama u shfaqën në ekran për të shitur versionin se faji është i PD-s, që nga viti 2009, për shkak se janë përdorur tuba jashtë standardit. Asnjë përgjegjësi për mirëmbajtjen, asnjë llogaridhënie se përse nuk u morën masa sa ndodhi defekti. Por ajo që është më e rëndë dhe më absurde, është fakti se Edi Rama po mundohet të kthejë krizën në spektakël propagandistik. Kryeministri po përpiqet të paraqesë si arritje faktin që pajisjet për riparimin e ujësjellësit janë sjell nga Turqia me një avion të Air Albanias, kompania e njohur për dështimet e saj, e lidhur ngushtë me biznesmenin Sinan Idrizi, i cili prej vitesh është i zhytur në skandale financiare e menaxheriale. Çfarë ndodhi realisht? Në vend që qeveria të përdorte rrugë më efikase për të siguruar pjesët teknike, si për shembull nga Greqia apo Italia, vende shumë më pranë dhe me akses të shpejt logjistik, Rama vendosi të bëjë një show me avionin e Air Albanias, duke e promovuar si aksion shpëtimi, ndërsa qytetarët e Vlorës nuk mund të lahen, të gatuajnë apo të jetojnë normalisht. Kjo është hipokrizia më e madhe e momentit. Ndërsa Vlora vuan mungesën e ujit, ndërsa fëmijët mbushin bidona në mes të lagjeve dhe nënat luten për një kovë uji, qeveria propagandon si hero Sinan Idrizin, njeriun që për vite ka dështuar në çdo projekt që ka prekur, nga futbolli tek aviacioni. Dhe për më tepër, i jep edhe rol simbolik të vllait të madh turk, duke falenderuar Erdoganin për pjesët rezervë që, sipas ekspertëve, mund të ishin siguruar shumë më thjesht e shpejt nga vendet fqinje. Në thelb, kemi një situatë ku qeveria zgjidh një krizë që vete ka shkaktuar dhe e shet si heroizëm. Ka kaluar koha e përrallave. Qytetarët e Vlorës nuk kanë nevojë për avion simbolik dhe marketing me flamuj turke selfie të Sinanit. Ata duan ujë dhe përgjegjësi dhe minimumi një qeveri që nuk i tall në mes të një katastrofe urbane. Me hipokrizin që e ka ves në qëndrimin ndaj miqve dhe vartësve, Edi Rama lëvdoi dhe mori në mbrojtje dhe drejtoreshën e Akshit Mirlinda Karçanaj pas masës arrest në shtëpi. Aktualisht Karçanaj ka deleguar kompetencat e ushtrimit të detyrës dhe do të jetë gjykata ajo që do të vendosë nëse ka abuzuar apo jo me detyrën në lidhje me akuzat që i ka bërë Spaku, por në rastin e saj ka bërë përshtypje ky fakt. Ata që i lëvdon dhe i mbron Babloku para dhe pas akuzave të drejtësisë shumë shpejt përfundojnë në burg, ndërsa atij nuk i futet gjemp në këmbë dhe vazhdon të përdor, të pres në bes, të lëvdoj, të çojë në pranga vartësin e radhës dhe të mendoj për kurbanin tjetër, ndërsa pas prangosjeve aktron me lëvdata e mbrojtjes sa për sy e faqe. Ka shumë fakte nga pabesia, kurthet dhe hipokrizia e Edi Ramës ndaj vartësve që i përdor dhe i shet tek Spaku në kombim të paprekshmërisë së tij, familjarëve dhe atyre që i tregojnë dhëmbët. Këtë perversitet Edi Rama e manifestoi me kryebashkiakun Erion Veliaj, të cilin më 3 shkurt 2025 e falenderoi publikisht për punët e mira në modernizimin e Tiranës, ndërsa pas 3 ditësh më 10 shkurt ai përfundoi në pranga. 2 ditë pas arrestimit, Edi Rama aktroi përsëri me lëvdata dhe mbrojtje të Veliajt, por pas një jave e zëvendësoi, i largoi drejtorët e quajtur besnik dhe shpalli zgjedhje, ndërsa pas zbytjes nga gjykata kushtetuese, me hipokrizinë e bërves, ka dalë dhe po mbron dhe lufton përsëri. Kështu veproi me ish-ministrin Sajmir Tahiri, të cilit kryeministri Edi Rama i doli në mbrojtje dhe i quajti ministër kampion, por pas lëvdatës, ai përfundoi në proces gjyqësor dhe në burg. Më 13 qershor 2016, Babloku mbrojti dhe lëvdoi kryebashkiakun e Kavajës, Ervis Roshi, duke i quajtur model të qeverisjes lokale, por pas 3 ditësh u arrestua, ndërsa Babloku bëri sikur e mbrojti në Facebook e më pas e braktisi. 3 muaj pas zgjedhjeve të vitit 2021, Edi Rama lëvdoi për punë të shkëlqyer në fushat dhe në drejtimin e bashkisë kryebashkiakun e Lushnjës Fatos Tushe, ndërsa pas 10 ditësh ai u arrestua. Një ditë para dorëzimit të mandatit dhe një javë para arrestimit të ish-ministrit Lefter Koka, Babloku e quajti vëlla dhe pinte ver me të, duke e konsideruar politikan të ndershëm që iku nga moçali i LSI-s dhe u bashkua PS-s, siç veproi edhe me deputetin Alqi Bllako. Më 12 mars 2023, 4 ditë pas arrestimit, Babloku lëvdoi në fushat elektorale kryebashkiakun e Bulqizës Lefter Alla, ndërsa 3 ditë më pas ai u arrestua dhe përfundoi në burg. Të njëjtën akrobaci bëri me Vangjush Dakon, të cili deri në mbrëmjen e datës 5 qershor e mbrojti dhe e lëvdoi, por një ditë më pas ai u arrestua, ndërsa Babloku heshti sikur të mos kishte ndodhur asgjë. Kështu veproi edhe ndaj Arben Ahmetajt, të cilin e quante ministër që reformoi ekonominë dhe financat dhe përballoi rindërtimin e banesave pas tërmetit, por ndryshe nga të tjerët,
Ahmetaj në shkarkoi dhe u vërsul për ta futur në burg, madje me heqje imuniteti brenda ditës. Deri një ditë para arrestimit, Edi Rama mbrojti ish-ministrin Ilir Beqa, duke i quajtur të ndershëm dhe shembull që reformoi shëndetësinë me standarde europiane, ndërsa tani e ka braktisur. Me mbrojtje dhe lëvdata para prangosjes dhe braktisje pasi ngele në burg, do ta aktrojë Edi Rama për të gjithë ata që ka menduar të bëjë kurban për paprekshmërinë e tij, të Olsit dhe të Lindës. Të presim e të shohim cili do të jetë kurbani i parë nga lista e Bablokut, me të piketuarit Ëngjëll Agaçi, Kumbaro, Manastirliu, Krifca, Gonxhe, Denaj, Dritana Golli i FSHZ-s e të tjerë, ndërsa sipas lajmeve që vijnë nga përtej oqeanit, Edi Rama do të jetë dashi i Kopes, që do të çohet i fundit në portën e Spakut, por për të nuk do të bëj lëvdata e mbrojtje askush. Blendi Gonxhe duket se ka filluar të ndjejë afrimin e Spakut. Ministri Edi Ramës del në shumë afera korrupsioni dhe tani ka filluar të heqë përgjegjësinë nga të gjitha çështjet që mund ta rrezikojnë. Pak ditë më parë, pamfleti denoncoi se si brenda një dite, Gonxhia ka firmosur 3 urdhra që i kalojnë sekretares së përgjithshme, Lambriola Misto, autorizimet për certifikatat e udhërrëfyesve turistik, kategorizimet e hoteleve dhe miratimet e agroturizmit. Por ky nuk është rasti i vetëm. Sot në fletoren zyrtare është firmosur një tjetër vendim, ku Gonxhe i delegon sekretares kompetencat për firmosjen e tenderve, urdhëroi delegimin e kompetencave të titularit të autoritetit kontraktor për kryerjen e procedurave të prokurimit dhe konkurimit publik për Ministrinë e Turizmit, Kulturës dhe Sportit, sekretarit të përgjithshëm të ministrisë, zonja Lambriola Misto. Këto kompetenca do të ushtrohen nga sekretari i përgjithshëm, menjëherë me hyrje në fuqi të këtij urdhri. Kompetencat e deleguara në këtë urdhër mbarojnë me shfuqizimin e tij ose me pushimin e ekzistencës së organit të delegues apo të deleguar. Thuhet në urdhrin e datës 23 dhjetor, por që ka hyrë sot në fuqi. Gjatë ushtrimit të detyrave në Ministrinë e Kulturës, në Bashkinë e Tiranës, në Drejtorinë e Transportit dhe në Ministrinë e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit dhe përmes kompanive të tij private, Blendi Gonxhe është përfshirë në shumë afera korrupsioni. Për asnjë prej tyre ai nuk është proceduar penalisht, por teksa po i sheh kolegët e tij që rropaten dyerve të Spak, Gonxhia ka filluar të marrë masa. Shumë drejtorë, ish-ministra, ministra apo krerë bashkish janë fundosur për shkak të tenderve dhe duket se Gonxhia ja ka ngecur sekretares së përgjithshme. Lambriola Misto, e cila vjen nga Kuçova, ka qenë më parë sekretare e përgjithshme në Ministrinë e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit dhe Gonxhe e mori me vete në Ministrinë e Turizmit, Kulturës dhe Sportit. Pra sërish Gonxhe është ai që ndikon pazaret, por në fund firmos Lambriola.